15 vjetë më parë, këtu në këtë godinë ishte barikaduar një hordhije armatosur për zjerje e trupës rregull të Gardës Republikës dhe qetës paramilitarëve famkëqin të kryeministrit. Godina ishte përforcuar me tela me gjëmba, shtrirë gjithandej pas atij gardit të shëmtuar, dhe hekurave që rrethonin kryeministrin qysh pas sulmit armatosur të 14 shtatorit 1998, pjesë e cilit ishin edhe disa nga të barikaduarit brenda kryeministrisë në 20 janar 2011. Njeriu i futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës bashkuar të kohës. Kujtoj se kur së bashku me Pandeli Majkon dhe disa shok tjerë po kalonim urën e bulevardit për të ardhur këtu përpara godinës, një autoblind u shfaq në horizont dhe një val gazi lotësjellës u lëshua mbi kokat e njerëzve, pa nisur akoma protesta, duke na zbrapsur nga parkurinia. Dhe rëmuja e provokuar nga mësymje qorre e policisë mbi protestuesit që po mblidheshin e ktheu protestën në një lëmsh kaotik mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke na detyruar pastaj që të ktheheshim në selinë e partisë. Protesta doli jashtë kontrollit, po përtej reagimit të turmës ndaj policisë dhe ca vatrave zjarrit të ndezura në atë revolte sipër në Kazan, në ndonjë makinë apo mbi faqet e piramidës, për asnjë çast protestuesit nuk tentuan të kapërcejnë gardin e godinës kryeministrisë. Përveç një veture e cila u filmua duke hyrë në portën anësore të hekurit, hapur çuditshëm nga brenda si një ftesë në një kurth, askush nga protestuesit nuk bëri asnjë përqapje për ta shkelur perimetrin e ashtu quajtur të sigurisë dhe synuar futjen në godinë. Asnjë dëshmitar në vend dhe më pas asnjë material filmik i ngjarjes nuk nxori askund në pa praninë e asnjë arme të vetme në radhët e protestuesve. Ndërkohë mira fishek luftarak u shkrehen në ajër nga forcat e sigurisë për të frenuar një turm e cila u godit dhe u përfshi në konflikt fizik me to, vetëm si pasojë e përpjekjes këtyre të fundit për ta shpërndar protestën ende pa u mbledhur gjithë masa e jashtëzakonshme e protestuesve. Por gjithsesi, gjithçka u zhvillua jashtë rrezës së çdo rreziku të imagjinueshëm për këtë godinë dhe lëre pastaj për VIP-in e vetëngujuar brenda saj me hordhinë e vet dhe me gjithë karafilin e tij ambulant lart në Tarac. Dhe pikërisht kur pas disa orësh turma e zvogëluar ndjeshëm në bulevard nisi të shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa
protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtet. Drejqe e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja atij që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike, duke përvoluar shpirtin e prindërve, bashkëshorteve, fëmijëve, motrave e vëllezërve të 4 burrave të rinj që nuk u kthyen më në shtëpi. Por vetëm Zoti e di se me çfarë guri në zemër unë vi për në këtë godin kur del drita e ditës së 21 janarit. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëldije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Ndërsa për ju familjarët e dëshmorëve 21 janarit, 15 vjetët e këtij boshllëku të pangushëllueshëm janë sa një jetë e tërë e jetuar në ankth, dëshpërim dhe poshtërim. Atyre ndër ju që ishin gjyshër, u ka ardhur koha për të bërë stërgjyshër. Atyre që ishin fëmijë, u ka ardhur koha për të bërë prindër. Ndërsa atyre 4 pjesëve të shpirtit tuaj, të cilave u janë tretur trupat nën dhe, nuk u ka ardhur koha ende të prehen qetë. Sepse as përmbysja e sistemit vjetër të drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor, dhe as rënja e kultit të pandëshkueshmërisë së individëve të veshur me pushtet politik nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë mbi 21 janarin. Nuk ka mjaftuar as vendimi rënqethës i gjykatës së drejtave të njeriut në Strasburg më shumë se sa 2 vjet më parë, që prokurorët special të kësaj republike t'ja kishin kërkuar deri tani gjykatës speciale drejtësinë për 4 vrasjet shtetërore të 21 janarit, ndërkohë që në emër të drejtësisë dhe vetëm të drejtësisë së barabartë për të gjithë dhe të barazisë së secilit përpara ligjit, prej plot 6 vjetësh, ne u bëjmë atyre veç duvara dhe hosanara dhe u paguajmë rroga ku e ku më të larta se sa vetes dhe vetë presidentit Republikës, pa llogaritur justifikimin me durim dhe në heshtje nga ana jonë të gabimet të tyre nga njëherë tejes shqetësuese, si gabimet rritjes së një institucioni të ri dhe jetik për shtetin e së drejtës. Por halli është se sa herë vjen kjo ditë kujtimesh tragjike për ju, familjarët e 4 dëshmorëve të 21 janarit dhe për ne, miqt e dashamirët tuaj, vijnë mbi kurrizin ton edhe guret e mlefit dhe të mërzisë së shumë kujt në këtë vend që me plot drejt ndjehet i tradhtuar në pritjen e vet pafundme për drejtësi, ndjehet i përdorur në besimin e vet tek drejtësia e re dhe ndjehet i përbuzur në nevojën e vet që drejtësia për 21 janarin të vihet në vend.
Unë i mirëkuptoj plotësisht dhe nuk e pretendoj mirëkuptimin reciprok prej atyre që ç'nuk komentojnë dhe akuzojnë me gishtin e ngritur në drejtimin ton dhe drejtimin tim posaçërisht kur vjen fjala për pandëshkueshmërinë që mban peng 21 janarin. Por u them se unë ndjehem po njësoj i zbrazët në shpirt dhe i dobët në pozitë, kur shoh se si kaloi dhe një vit tjetër dhe 21 janari rierdhi. Përsëri me hijen përqeshse të padrejtësisë madhe mbi shpinën e vet.